vetë emocionin edhe janë më të përmbajtur në reagim. Ka trajner cilët janë ekspresiv, si që edhe ti, se ti del ti gati dukesh sikur me qenë lojtari 12 i ekipit. Dikush e inspiron, dikush me maturi e udhëheq ekipin. Unë e kujtoj Zdenek Zeman, ka qenë një trajner legjendar në Itali, çek, po ashtu. Edhe ai nuk jepte asnjëherë një emocion. Duke kur e shehi ato, thuti është duke mbajtur ndonjë zi për ndeshje, ndërkohë që ndeshja ishte kaq emocion të madh, kishte po ai kishte sukses. Ose ka qenë Valeri Lobanovski, që ka qenë trajneri legjendar i Dinamo Kievit, Ukrainës, i cili e mbante kështu, po ndërkohë që mbante kështu, kishte suksesin. Trajner, në këtë moment, vetëm pak Lorik, duro vetëm pak, nuk besoj që trajneri është